shqiptare po përjeton krizën më të thellë, me poshtërimin më të madh për shkak të veprimit të nënçmues dhe inferior të Partisë Shqiptare në pushtet. Partia tjetër shqiptare parlamentare në opozit është jashtë parlamentit, po vazhdon helmimin e politikës shqiptare me denoncime, sharje dhe ofendime, duke i mbetur besnik dhunës politike brenda shqiptare. Ortakët qeveritar, VMRO, DPMN dhe BDI nuk kanë vullnetin, nuk kanë guximin politik që të zgjedhin këto çështje të hapura. Demokracia e re kërkon këto parti politike të japin dorëheqje dhe të shkojnë në zgjedhje të parakoshme. Edhe kryetari i Rinisë së Demokracisë së Re, Visar Ramadani, tha se arsyeja e vetme për mos antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe BE është kryeministri Nikola Gruevski. Nuk do të lejojmë në asnjë mënyrë që të zgjedhim mes kapriceve dhe obsesionit të tij për rejting të lartë dhe ardhmëri të sigurt në NATO dhe BE. Ne e duam këtë të dytën. Nga këtu, i dërgojmë porosi të fuqishme edhe kryeministrit Gruevski, edhe qeverisë VMRO, DPMN e BDI. O vetëdijsojuni dhe filloni të punoni për ne, o shkuat, ne do t'ju ndrojmë. Thirrjet u lshuan në Kongresin e parë të Rinisë së Demokracisë së Re, ku për kryetar me shumicë votash u zgjodh Visar Ramadani. Në këtë kongres të pranishëm ishin edhe përfaqësuesët e rinjve të Bashkimit Demokratik për Integrim, LSDM-s, Partisë Liberal Demokrate, si dhe kryetari i Rinisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës.